حي على الفلاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. Ka thënë Imam Tahawiu rahmetullahi alayhi, dhe besën të cilën Allahu e mori prej Ademit dhe lozës së tij është hak. Ka për qëllim ajetin kuranor të cilin Allahu azza wa jalla ka thënë në suratul A'raf: wa idha khadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dhe përkujtoti Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam, përkujtoj edhe atyne muslimanëve dhe njerëzve bashkëkohës tu, besën të cilën Allahu e mori prej bijve të Ademit, prej shpinësit, prej shpinave të tyre, prej shpina mrapa, prej shpinave të tyre, lozë të tyre kur i nxorri Allahu azza wa jall. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Dhe i dëshmoi Allahu: a nuk jam Zoti ju? قالوا بلا ثان بود جثس شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ثان بوزت ne dëshmojmë se ti je Zot, nuk ka tjetër pas teje. Në mënyrë që mos të thomë ditën e kiametit, mos të thonë se ne kemi qenë të pakujdesshëm, se kemi ditë gafila, nuk e kemi ditë hakun. Ose mos të thonë njerëzit se ne i kemi pasuar prindët tonë, ata kanë bërë shirk edhe na kanë bërë shirk. Kjo besë e marrën prej Zotit Gjelle Shanuhu, nga ana e Zotit, prej Ademit apo bijve të Ademit, e që këtë ka arë prej bijve të Ademit në Koran, dërsa në hadith ka arë prej Ademit alayhi salam, është e beslidhja e hershme para se mi kriju Allahun njerëzit. O fjala Ademin po për tjertë, neve. Që do thëtë se Allahu a ka marrë besën njerëzve herët. Dhe i ka dëshmuar të gjithë për një herë, muslimanën dhe qafirin, të mirën dhe të keqen. A nuk jem Zoti ju? Kanë thonë po ti je Zoti ju. Qëllimi është dëshmia me dëshmua njerëzit se Zoti është hak, Tebareke wa Taala. Hadithet e cilat kanë ardhur se Allahu i madhruar e ka nxirr apo i ka nxirr lozët prej Ademit alayhi salam dhe i ka dalluar në djathtista dhe në majtista, në xhenet li dhe në xhenem li, janë begi shumë. E në disa prej tyne edhe ajo se Allahu azza wa jall i ka dëshmue se unë jem Zoti ju. Prej këtyre haditheve është hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku thotë se Allahu ka marrë besën
prej shpinës së Ademit alayhi salam në ditën e Arafatit, o fjala mos e ka zbrit Ademin në tokë. Dhe prej brendësisë së Ademit i ka nxjerr Allahu në formë të krijesave të vogla, shumë të vogla, krejt lost e Ademit që kanë me qenë deri në kiamet. Shumë të vogla. Edhe ja ka hudhë Allahu para Ademit alayhi salam. Pastaj Allahu o ka folur aty në krijesave që jemi ne. Dhe i ka thënë, a nuk jem Zoti juve? Kanë thënë po, gjithsesi, dhe ajetin e kanë lexuar që është këtu në altë. Dëshmojmë se ti Zoti je Zoti ju. Hadith tjetër i ngjajshëm me këtë, ku Omeri radiallahu anhu është pyetur për këtë ajet, sepse ky ajet na vjen më vonë, është problem të ulemaja të fësirit. Nuk është shumë i qartë definuar. Shohëm pak më vonë, por njerë për të cekma i hadithet. Pra ata është pyet Omeri për këtë hadith, për këtë ajet kuranor në suratul Araf. Omeri ka thënë, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur është pyetur për të njëjtin gjatë që po pyetni ju, dhe ka thënë pejgamberi, Allahu e ka krijuar Ademin alayhi salam. Pastaj ja ka prek shpinën e Ademit alayhi salam me dorën e djathtë. Edhe ka nxjerr Allahu prej shpinës së Ademit krejt lozt e tina që ka me qenë deri te njeriu i fundit para kiametit. Dhe ka thënë Allahu Ademit, për thëtë Allahu, ata janë Adem që i këm kriju për xhenet, ndërsa ata janë që i këm kriju për xhenem. Ata janë që këm kriju për xhenet, edhe veprat xhenetit punojnë. Ndërsa pastaj seresh edhe një herë e ka fërku shpinën Ademit alayhi salam, dhe ja ka nxjerr një grup tjetër lozësh në formë të krijesave shumë të vogla. Dhe ka thonë, këta të tjerë i kam kriju për xhenem, dhe punë të xhenemit punojnë. Ka thonë një njeri, ja Rasulullah, e pësa tërë me punu pra? Pësa të punojmë? Kurse qenë ka shkruar, edhe ditra e punë, apo shkëm një xhenet, apo runa Zot, jem për xhenemit. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu i madhruar, nëse ka kriju robin për xhenet, e përdorë robin e vetë me punu punë të xhenetit. Derisa të vdes duke punue punë të xhenetit, edhe tani për hata që të një punëve edhe fut e në xhenet. Zatën, pra ta në themi se Allahu në do të mirën, Allahu i dënë musliman, sepse i përdor në sytë tonë, tash nuk e dim që na vje fundi, por për dire se Allah për na përdor me punu punë xhenetit, shpresojmë të Allahu të jenë për atyne që në ka kriju për xhenet. Pra ta edhe dohet edhe me lutë, që kësa punë xhenetit, me punu dire sa të na vjen fundi, me punë të xhenetit, e me qenë për xhenetive. Po në të kundërtën, Allahu kër e ka kriju robën e vetë për xhenem, apo nëse krijon robën e tij për xhenem që ka caktuar herët, e përdor atë me vepra të xhenem. Dhe dhaj veç veprat që ja bën ka cilët. Derisa i shkreti vdes duke punuar veprat të xhenemit. Dhe futet xhenem për veprat e tij të cilat i ka bërë. Pa e bo Zoti zullum askujt. Ka në hadith tjetër, pejgamberit alayhi salatu wassalam që transmeton Ebu Hurajra, thot, kur Allahu krijoi Ademin, ja fërkoj, ja ledhatoj, ja preki shpinën Ademit. Dhe për shpinës Ademit, aran krejt mikroorganizma që ta quajnë vogla,
Krejt ka kom I kriju Zoti njerëzit deri në ditën e gjykimit, formë të atomeve të vogla. Dhe Allahu Azza wa Jall para çdo njeriu ja bën nga një alamet ka një shaj, dhe Ademi po I kqyr dhe ja paraqitet Zoti Ademit. Këtu janë losët tua Adem. Ja, krejt këta kanë me lind prej teje. Numër I madh. E Adem pa thot, o Zoti jam, kush janë ata? Gjithë ka llablak, kush janë ata? Allahu I tha, këto bëjtu. Dhe Adem alayhi salam e pa një njeri në mesin aty në miliardo të krijesave të Zotit vogla, dhe I pëlqej shumë. Dhe tha, o Zot, po ai kush është? Allahu I tha, ky është një njeri për ymeteve të fundit lozve tua. A jam në ka Davud? Për ymeteve të fundit. A Davudi I ka 3000 vjetë për mi që ka. Po, këtu po për të fundit, dhe me thonë djaja herëta. Aja është një njeri për ymeteve të fundit të lozve tua, I thuhet atina, apo quhet ai Davud, o Zot tha, pasa ka jetën ai me jetu, ai tha Allahu ka me jetu 60 vjetë. O Zotia, a bën një ashtu për jetës tem 40 vjetë, për ymrit tem. Dhe Allahu ja pranoi Ademit alayhi salam. Kur erdhi fundi Ademit me vdek, dhe erdhi me laçja vdekjes, I tha Adem, ka arë koha me vdek. Dohet me vdek. Ademi alayhi salam kishte harru se për jetës vetë 10 vjetja kish falë Davudit. Edhe I tha me laçës vdekjes, asë më kanë met mu edhe se 40 vjetja kishte falë, asë më kanë met mu edhe 40 vjeta, Ademi 60 edhe Davudi 60 e 40, let jetë mbile 100. Dërsa Ademi a.s. 1000 me jetu pak mjahje 40 prej 1000-ve. Asë më kanë met 40 vjetë, me laçja vdekjes e tha, pse asja ke falë ti 40 vjetë, një birit të në Davudit, edhe ka në hadith, se Ademi ka harru, dhe kanë harru lostë të tina. Ka harru Ademi, dhe kanë harru lostë të ti. Ka gabu Ademi, dhe kanë gabu lostë të ti. Ka polemizu Ademi, dhe polemizu lostë të tina. Së të që tjetë, ne ju në interesan hadithi se ngjarje se Allah Azza wa Jall I kanë zirë prej shpinës Ademit njerëz që kanë me qenë deri në ditën e Kiametit. Hadith tjetër të Anas ibn Malikut radhiyallahu anhu nga pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: I thuhet njeriut prej njerëzve të xhehenamlive në ditën e gjykimit. Allahu na ruajt. Çka ta vërmendja? Tash, nëse për xhehenamin hak, që ku përpara, me pasur në dorë, krejt pasurin dynjas sa ka njerëzit. A e kësha dhanë për me pështu për zjerë me xhehenamit? A I tha po, Zot e kësha dhanë. Kënë e kësha dhanë? Krejt pasurin e dynjas me pas e kësha dhanë. Allahu I thot ja, po në kam lyp prej teje shumë më pak, se sa kaq. Unë këta ka marrë besën tane qysh prej shpinës Ademit fillim atje krejt, që ti mua mos më mbo shirk, por ti ke ngull kam veç më mbo shirk. Ka dhe hadithe tjera, të cilat tregojnë se Allahu Azza wa Jall e ka nxjerr pra los të Ademit prej shpinës Ademit dhe I ka dalluar mes xhenetlive dhe mes xhehenamlive. Nga që ky kontest kanë thënë ulemaja se çështu po kuptohet se shpirtat
janë të krijuar para trupave. Por realiteti është se këto hadithe nuk dëshmojnë se shpirtat janë të krijuara para trupave. Po këtë ajet që ka dëshmon, apo që ka mund të nxirret prej këtyre haditheve, është se Allahu i madhëruar i ka krijuar të gjitha krijesat, e ka paraqit Ademit alayhi salam formën e tyre, jetën e tyre dhe amelin e tyre. Dhe pastaj ka kthy prap. Dhe i krijon pastaj kur don, por këtë e ka bën për me marr besën njerëzve që kur vjen koha, kur dalin këtë dynja, kanë me besuar Allahun Azza wa Jalla. Ky ajet kuranor apo kjo ngjarje apo kjo besë, thamë që ka thani Imam Kurtubiu, rahmetullahi alayhi, ky ajet është problem. Çka ka dhe Zoti me thonë me te në mënyrë definitive apo të prem. Dhe ulemaja janë ndarë në dy grupe kryesore sa i përket qëllimit të këtij ajeti kuranor, kësaj bese që ka marrë Zoti prej njerëzve. Një numër i madh ulemave të selefëve, të sahabëve të tjerë, kanë thonë se ne duhet të besojmë hadithet ashtu si janë. Ashtu që thamë më herët, se Allahu Azza wa Jall i ka nxjerrë në formë të atomit, në formë të krijesave të vogla, të fëmijëve të vogla, krejt losë të Ademit deri në kiamet, dhe kjo puna me vogël për Allah, çka ka të vështirësi. Dhe që shket në hadithet ndryshme, e ka paraqit Ademit. Këta janë për xhenet, këta janë për xhenem, por apo në transmetime tjera i ka thonë, o robët e mi, a nuk jem Zoti juaj? Kanë thonë, po, dëshmojmë që je Zoti ju. Kaq. Disa tjerë kanë thonë, edhe për ulemave të vjetër, por shumica absolute për ulemave të ri të tefsirit, se qëllimi i ajetit është pak më ndryshe. Qëllimi i ajetit është se me këtë Allahu është do me tregu nga ana metaforës, në mënyrë figurative, po jo në mënyrë reale, se Allahu vërtet i ka krijuar dhe i ka qitë përpara shpirtat e njerëzve dhe i ka pyetur a nuk jam Zoti ju. Por Allahu i madhruar ka kriju çdo send në këtë dynja që sikurse po i flet çdo send këtë dynja me çka të ballafaqohet njeriu nga dita që del deri të vdes, sikurse flet thot, a nuk jam në dëshmi se Zoti është krijues? E të sikurse me thonë, po, ujë dëshmon, qielli dëshmon, toka dëshmon, hana dëshmon, ylli dëshmon, dielli dëshmon, njeriu dëshmon, pema dëshmon. Çdo send dëshmon se ka krijuesin Zotin. Kjo ndryshe quhet natyrshmëria, të cilën Allahu e ka mbjellur në trupin e njeriut. Natyrshmëri që ka mbjellë Allahu, dhe me këtë natyrshmëri njeriu vetvetiu në shpirtin e vet e ndjen se po çdo send ka krijues. Dhe se Allahu Azza wa Jall është ai krijues, e qëllimi është për tauhidur rububiyya, se Allahu është krijues, tebareke o taala. Pra sikur se Allahu Azza wa Jall për ju sjell njerëzve dëshmit pa numërta në tokë tina dhe për i pyet krijesat e tij tebareke o taala në mënyrë metaforike. Jo Allah drejt për së drejti më thonë, a nuk jem Zoti ju, por çdo send që ka shef, thot, a nuk jem unë dëshmi se Zoti është krijues, dhe ti ki më nalë me thonë, po. Të ka me kuptu se natyra njeriut është e shtyr me besu
se kjo gjithësi e ka një krijues. Pastaj kanë thonë ajet që ka e forcon këto, është se Allahu i madhruar nuk ka thonë prej Ademit, po prej shpinave të bijve të Ademit. Prej bijve të Ademit, pra gjenerat pas gjenerate, sarta që të Zotin, këtë dynjat të qëtë njerëzit, vetë a i kome qeni gatë shumë. Nëse nuk ndikojnë faktor tjerë, që është hadithi atje pejgamberit alayhi salam, hadith kutsi në realitet, inni khalaqtu ibadi hunafa'a, فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت أشياء أحللتها لهم. Unë kam krijuar arab të mi hunafa në natyrshmëri, se cilë njeri. Pastaj ka arë shejtani mallkuar dhe i ka tërhjekur, i ka qitë në kufër. I ka largue prej një shmeris të uhidit, i ka qitë në shirk, dhe u ka bërë haram gjëra që unë u kam bërë aty në halal, po dhe në kundërtën. Pastaj hadithi pejgamberit tjetër alayhi salatu wassalam, se Allahu azza wa jall çdo fosh një lindë në islam në natyrshmëri, e pastaj prindët e tina e bojnë të krishter, të evrej, zjarë potes me gjusi e ndonjë fe tjetër, por nuk e bojnë musliman se e musliman është. Pra ka për qëllim se tauhidi është i pari, shirku vjen mas andej, dhe se njerëzit qoftë mendimin e parë, se kanë dëshmue ende pa dalë në këtë dynja, kur janë zjerë për lozës të Ademit, nëse është ajete ashtu qyshe dhe kuptohet shqeqën parë, kanë dëshmu se Allahu një, qoftë dhe pasit lindin, dhe vetiju lindin me natyrshmëri. Në të dy rastet, është ipet me kuptu është të qarë se tauhidi është bazë. Një shmëria në Zotin në bazë, dhe se çdo njeri e ka gatishmërinë e tij për ta pranuar se Zoti është krijues, te bareke o taala, dhe se kjo gjithësi ka krijues dhe se nuk është krijuar vetvetiu. Pse Allahu i dëshmoi njerëzit se ai është një, elestu bi rabbikum, a nuk jam Zoti ju? Në mënyrë që në ditën e kiametit mos me pas arsye njerëzit me thonë o Zot. An taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Në mënyrë që mos thojnë njerëzit në ditën e kiametit o Zot, ne nuk e kemi ditur. Pra Allahu ka kriju gatishmërit plotë njeriu, dhe në anën tjetër përballë kësaj gatishmërie ka dërguar edhe elemente tjera plotësuese, forcuese dhe bindëse, e që në librat e shejta dhe pejgamberët e Zotit, të cilët plotësisht përputhen me këtë natyrshmëri dhe këtë gatishmëri që ka kriju Zoti për me njoftë tamam Allahun dhe me jetu në rrugt të Allahut dhe me vdek në rrugt të Allahut. Të gjitha elementet janë se njeriu duhet me qenë musliman dhe se asnjëherë mos të ketë arsye nesër në ditën e gjykimit thot o Zot, ne nuk e kemi ditur, o taqulu inma ashraka abauna min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun, apo mos të thonë gjithashtu se ne kemi pasuar prindët tonë. Ata kanë qenë mushrik, ne kemi qenë mushrik. Pse ke pasu prindët tu? Kurse ti ke pas gatishmëritë tënde vetvetiu, me pasu rrugën e vërtet, rrugën e Zotit xhaleshanu. Thuhet pastaj se kia kanë thonë po, nëse është mendimi para atje, që shkuptohet ajeti, atëherë bjen se është fjalë njerëzve. Qalu bela shahidna, thanë po dëshmojmë Zot. E nëse është e dyta, thuhet se atëherë qëllimi është
Se thokë kanë thonë dëshmojna o Zot, është prej melaqe. Se melaqet kur ndëgjun që tha Allahu, a nuk kem Zot ju? Ata thanë po, melaqet thanë dëshmojmë o Zot, dëshmojna na. Apo dëshmojnë Allahu dhe dëshmojnë edhe melaqet Allahu. Të bareke o ta'ala, se njerëzit kanë thonë po e pranum Zotin, ose njerëzit janë gatshëm të krijuar, përgatitur për me pranue Allahun e madhruar kur dalin në këtë dynja. Nga që ky mendim pastaj na del edhe diçka, se fëmijët e mushrikëve, sipas këtij mendimit, nëse vdesin të vegjël, vdesin në qatë natyrshmëri që janë tanë njerëzit e dynjas dhe së të tilla ata futen në xhenet. Pastaj, gjithashtu kjo, këto hadithe që atë sekën më herët, se Allah i madhruar ka krijuar krijesa për xhenet dhe ka thonë këta janë në xhenet dhe këta janë në xhenem, është argument i meselës së kaderit, i çështjes së kaderit. Dhe për këtë ka argumente të shumta që kemi folur për kader më herët dhe flasëm prap me emrin e të madh të Allah Azza wa Jall. Çdo që tjetë, qëllimi është se njerëzit janë të krijuar për me njoftë Zotin dhe tauhidi është primar esencial të njerëzit. Jo shirku, por shirku është futur sepse njerëzit e kanë thyer besën që kanë dhënë Zotit, apo e kanë dalë jashtë kësaj natyrshmërie që i ka krijuar i madhi Allah për me njoftë Allahun hak. Allahu na përdort neve për punë xhenetit, ja Rabbel Alamin, e na rujt imanin zemrat tona, e na baft jetojmë si musliman dhe të vdesim si musliman, e të ringjallë si musliman, e të takohemi me ata burra të mirë, të sinqert, që kanë qenë para nesh dhe kanë jetuar e kanë vdekur si musliman. Allahumma amin, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barik ala sejidina wa nabijina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar.